për shkak se po ngushtohen afatet kohore në cilën partitë politike duhet të marrin vendime dhe qëndrime sa i takon zgjedhjeve prezidenciale, deshta shfrytëzoj këtë takim me ju që në emër të Bashkimit Demokratik për Integrim si përfaqësues legjitim i vullnetit të shqiptarëve në Maqedoni, të bëj edhe një thirrje ndoshta të fundit deri tek përfaqësuesit e vullnetit të maqedonasve të reflektojnë mbi propozimin e dhënë deri tani për prezident konsenzual ose kandidat konsenzual në Maqedoni, ose të reflektojnë mbi propozimin se Maqedonisë më shumë se kur tani i duhet një prezident konsenzual që të reflekton vullnetin e dy popujve konstitutiv të vendit. Ose theksojmë se Maqedonisë më spaku i duhet tani një periudhë 5 vjeçare në të cilën do të kemi prezident i cili nuk do të ketë legitimitetin e më shumë se 1/3 së popullatës së Maqedonisë në një periudhë kur vendi do të ballafaqohet me sfida. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur se nuk do të jetë pjesë e një procesi ku shqiptarët vetëm rrënjshëm do të legjitimojnë kryetarin e shtetit, kurse në fakt vullneti i tyre dhe vota e tyre nuk do të jetë vendimtare në zgjedhjen e tij. Andaj ne nuk do jemi pjesë atyre proceseve nëse nuk do vendoset për konceptin e konsenzualitetit paraprakisht. Maqedonia është para një periudhe ku do të ballafaqohet me sfida, para se gjithash me sfidën e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqisë, andaj tani i duhet një prezident i cili do të bashkojë shoqërinë, do bashkojë popujt dhe do bashkojë vendin që më lehtë të ballafaqohet me ato sfida. Jemi në prag të një samiti të rëndësishëm i cili mund të definohet edhe si një vije kuqe e aktiviteteve tona për antarësim në NATO, për të futur në ombrellën e sigurisë, për të garantuar të ardhmen sigurinë dhe të ardhmen e fëmijëve tonë. Andaj Bashkimi Demokratik për Integrim po shqirton me seriozitetin më të madh edhe mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme me qëllim që të lirohet hapësirë për të fokusuar e gjithë energjia e shoqërisë në zgjidhjen e çështjes së emrit, që të arrihet një rezultat në samitin e NATO-s në Londër dhe Maqedonia të bëhet pjesë e NATO-s për të evituar ndarjet dhe hendeqet e më të tjeshme ndërmjet popujve, ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, ndërmjet atyre që duan të jenë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe atyre që nuk duan, dhe kjo pastaj të na sjellë në scenario të urrejtjes dhe ndoshta edhe konflikteve ndëretnike. Prandaj edhe një herë të shtoj se ky takim duhet ta shfrytëzoj që të jap ndoshta thirrjen e fundit që partitë politike të reflektojnë mbi seriozitetin e propozimit të Bashkimit Demokratik për Integrim, por shkak se po vijnë afatet kur ne do duhet sjellim vendime sa i takon zgjedhjeve prezidenciale. Jo rastësisht është edhe ky takim që të bëjmë thirrje që të shfrytëzohen ndoshta edhe këto orë të fundit, të cilët kanë mbetë derisa të ketë një vendim final, të reflektohet mbi propozimin ton, për shkak se e kundërta e mospranimit ose alternativa e mospranimit është Maqedonia në 5 vitet e ardhshme të ketë institucione ose të ketë prezident i cili do të jetë i papranueshëm për mbi 1/3 e popullatës, që mendoj se është periudhë në të cilën ne do ballafaqohemi me sfida dhe është me rëndësi uniteti i qytetarëve në këtë vend. Për atë është kjo iniciativë sinqert, për atë është kjo iniciativë fisnike, mirë po ne jemi detyruar që të mbrojmë dinjitetin e shqiptarëve, të mbrojmë vullnetin e tyre dhe mos lejojmë që të jemi pjesë në një mënyrë e një procesi ku ne do të japim legjitimitet të rrënjshëm një presidenti. Për implementimin e gjuhës shqipe në nivel të qytetit të Shkupit është përgjegjës kryetari i qytetit të Shkupit. Ligjin e kemi sjellur ne për të legalizuar gjuhën shqipe dhe për ta bërë zyrtare bashkë me maqedonishtën në qytetin e Shkupit. Mirëpo përgjegjës për implementimin e tij është kryesuesi aktual i qytetit të Shkupit ose kryetari i qytetit të Shkupit. Simbas informacioneve që kemi, është bërë në një mënyrë një keq interpretim i ligjit për gjuhë
nuk është marrë parasysh ligji për qytetin e Shkupit, i cili qartë determinon gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në qytetin e Shkupit. Prandaj është formuar një komision në të cilën bëjnë pjesë Qemal Musliu nga ana e BDI-s dhe Vlado Popovski nga ana e VMRD-PMN-s, që të shohin se ku është bërë ai keq interpretim dhe t'i sugjerojnë kryetarit Trajanovski se duhet respekton ligjin e gjuhës. Ne nuk kemi asnjë dilemë se ky komision do të verifikon atë që themi ne, se gjuha shqipe është zyrtare, për shkak se për të është punuar dhe është pjesë e marrëveshjes së Ohrit dhe ndarjes territoriale të vitit 2005 dhe jemi të sigurt se vendimi final do jetë vetëm verifikimi i asaj që ne e themi. Shifni, ata kur flasin në për institucione dhe na akuzojnë për gjuhën shqipe, flasin në gjuhën shqipe si rezultat i ndryshimeve ligjore dhe kushtetuese që i ka sjell BDI, dhe në gjuhën shqipe në për institucione na akuzojnë se nuk përdoret gjuha shqipe. Ne kemi rezistencë në implementimin e shqipës. Ne nuk e mohojmë se ballafaqohemi çdo ditë dhe luftojmë për çdo ditë për ta shtrirë implementimin e saj, dhe nuk e kemi terrenin të shtruar për të implementuar gjuhën shqipe. Mirë po fatkeqësia është se PDSH nuk bëhet pjesë për ta ndihmuar ne në implementimin, por vetëm për ta keq përdorur atë për fitimin e pikëve politike, pavarësisht ne jemi të bindur se kushtetuta dhe marrëveshja e Ohrit përcakton gjuhën shqipe si gjuhë dy zyrtare. Kemi bërë avancime dhe një hap para në këtë mandat në përdorimin e saj, mirë po është çështje e cila ka mbetur e papërfunduar për shkak se kemi dallime politike jo ndërmjet VMRO-s dhe BDI-s, po ndërmjet bllokut shqiptar dhe bllokut Maqedonas mbi interpretimin e nenit 5 të kushtetutës. Ne vlerësojmë se gjuha shqipe është zyrtare në tërë territorin pa kushtëzime. Bloku Maqedonas mendon se është vetëm në komunat ku janë shqiptarët 20%. Kjo në fund këtij procesi do kërkon që palët të ulen dhe gjejnë një zgjidhje në këtë drejtim, po ne jemi të bindur se do arrijmë ta verifikojmë atë që e ka përcaktuar marrëveshja e Ohrit.